Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izrael vendosën që të sulmojnë Iranin dhe si pasojë e luftimeve duket se krerët më të, po themi, të kryesor të shtetit të Iranit janë eliminuar. Për folur mbi se çfarë po ndodh pas vendimit për të sulmuar Iranin dhe çfarë po ndodh në linjen e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte ekspertin Nefail Emini. Nefail, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Nefail, çfarë gjendjesh jemi tani, pra si paraqitet situata në lindjen e mesme? Momentalisht situata është shumë e tensionuar dhe shumë e brisht, duke marrë parasysh luftimet që po zhvillohen mes dy palëve apo tre palëve nëse e përfshijmë edhe Izraelin si një shtet të veçantë. Dhe deri më tani në bazë të dhënave dhe në bazë të hartës të lindjes së mesme shohin se në konfliktin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë të përfshira 14 shtete, por gjithë shtetet e gjirit përfshi edhe Kiprën, e cila u bë target i fundit i sulmeve iraniane nëpërmjet raketave dhe dronëve, ku sulmua baza ushtarake e Britanisë së Madhe, e cila gjendet në këtë shtet. Pra momentalisht lindja e mesme po shkon drejt një përshkallëzimi total, duke marrë parasysh faktin se në këtë luftë së fundi hyri edhe Libani dhe shumë shpejt pritet që edhe hodhet e Jemenit si proksi të Iranit të përfshihen në luftë. Në fakt kemi pasur disa, po themi, ngurime të shteteve kryesore europiane, të paktën është raportuar që ka pasur një tension mes kryeministrit të Britanisë së Madhe dhe Donald Trump, i cili kryeministri i Britanisë së Madhe nuk ka pranuar deri në momentin e fundit që një prej bazave më të rëndësishme të Britanisë së Madhe të mos përdoret nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të goditur Iranin. E po ashtu, një vendim drastik ka marrë edhe Spanja, e cila në mënyrë kategorike ka ndaluar që të përdoren bazat e saj për të, po themi, goditur Iranin. Si u duket koordinimi i vendeve, po themi, aleate, SBA, Britani, Francë, Gjermani, në raport me këtë luftë? Pra, a ishte një vendim personal i Donald Trumpit, apo ishte edhe një vendim i koordinuar edhe me aleatët e tij? Situata aktuale po tregon edhe përplasje dhe mos koordinimin e fuqishëm që kanë pasur shtetet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës posaçërisht pas ardhes në pushtet të presidentit Donald Trump. Duket se kjo situatë më shumë përngjan krizës së Suezit në vitin 1956, ku Izraeli së bashku me Britaninë e Madhe dhe Francën sulmuan Egjiptin e asaj kohës pas embargos dhe ndalimit të kalimit të anijeve nëpër kanalin e Suezit, që kishte vendosur presidenti në atë kohë Abdul Naseri, presidenti i Egjiptit, ku këto shtete së bashku e sulmuan Egjiptin, kurse Shtetet e Bashkuara vendosën një presion të fuqishëm me qëllim që të treja shtetet të tërhiqen dhe të ndalojnë sulmet ndaj Egjiptit. Dhe duket se historia po përsëritet, kurse ku tani Shtetet e Bashkuara janë vendosur, nëse mund ta themi, me shpatulla pas murit, duke marrë parasysh se të gjithë aleatët evropian, edhe përkundër retorikave të tyre që po dënojnë dhe po dënojnë sulmet e Iranit ndaj bazave të Shteteve të Bashkuara dhe shteteve fqinje të gjirit persik, ata nuk po synojnë dhe nuk po dëshirojnë që të bëjnë pjesë e kësaj lufte, edhe pse kishme raportime se Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania do t'i bashkangjiten luftës kundër Iranit në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke marrë parasysh faktin se ditën e djeshme u sulmua një bazë franceze në Emiratet e Bashkuara Arabe, kurse sot u sulmua një bazë gjermane në Jordaninë Verilindore dhe baza britanike në Kipro. Po edhe përkundër këtyre sulmeve, këto shtete po ngurrojnë dhe nuk po dëshirojnë që të bëhen pjesë e luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit. Pra po ndjekin interesat e tyre strategjike dhe interesat e tyre kombëtare kundër asaj që i determinon apo i përcakton alianca e NATO-s, edhe përkundër faktit se kjo nuk është një luftë direkte mes NATO-s dhe Iranit, por Shtetet e Bashkuara duhet mos harrojmë se Shtetet e Bashkuara janë pjesë dhe anëtare e NATO-s dhe ajo mund ta aktivizojë edhe Ninin 5 nëse paraqitet nevoja.
Ajo çfarë ka bërë përshtypje në fakt edhe në media ndërkombëtare ka qenë edhe saktësia e operacionit të zhvilluar në koordinim të plotë mes Izraelit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe dyshimet janë që Khamenei të ketë pasur një spiun brenda radhëve të tij edhe ndoshta një spiun të rëndësishëm i cili mund të ketë qenë i rekrutuar nga Mossadi. Mendoni që një operacion kaq preciz mund të ishte bërë pa pasur një spiun të dorës së parë, po themi brenda oborrit të Khamenei? Nuk do të harrohet fakti se CIA është shërbimi më i fuqishëm në botë, po ashtu edhe shërbimi izraelit Mossadi janë dy nga shërbimet më të fuqishme dhe më të organizuara në botë. Dhe siç e cekët edhe ju, nuk mendoj që mund të ketë një operacion kaq kirurgjik, nëse mund ta quajmë kështu, ku udhëheqësi apo lideri suprem eliminohet pa pasur një njeri brenda qarqeve shumë të larta të Gardës Revolucionare apo edhe të ajatollave i cili ka spionuar apo i cili ka treguar me saktësi vendodhjen e liderit, ku sipas disa burimeve citohet se shërbimet sekrete amerikane dhe izraelite kanë qenë të njoftuar me aq saktësi sa e kanë ditur edhe ulsen apo karrikën ku ka qenë i ulur Ayatollahu, pra lideri suprem i Iranit. Para se të fillojë një sulm i tillë edhe agjencitë më të mëdha botërore kanë treguar se para bombardimeve ka pasur një agent të fuqishme të shërbimeve sekrete të cilët kanë kontrolluar dhe të cilët kanë skenuar gjithë terrenin apo zhvillimet politike, ekonomike dhe ushtarake të Iranit. Pra kemi një përgatitje të mirëfillt disa mujore para se të ndodhi sulmi direkt përmes avionëve dhe raketave të cilët kanë lëshuar Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe vlen të theksoj se kemi një ndarje të roleve mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku SHBA-t kanë sulmuar bazat ushtarake dhe asetet ushtarake të Iranit, kurse Izraeli ka pasur si detyrë që të përgjojë dhe të sulmojë krerët aktual dhe ish krerët të Iranit, ku edhe presidenti Trump deklaroi se brenda një dite apo brenda një goditje kemi asgjësuar 48 figura të larta, figura dhe ish figura të larta të regjimit ajatollave. Në fakt flitet që njëri prej spionëve të dyshuar është edhe një prej drejtuesve të Gardës Revolucionare, i cili pas eliminimit të Khameneit ka dërguar foton tek po themi aleatët e tij, tek shërbimet e Mossadit dhe tek CIA. Besoni që po themi në fakt nëse Irani e humb luftën, e humb për shkak të vetëve sesa për shkak të fuqisë ushtarake që ajo ka. Po në këto rrethana dhe në rrethanat e luftës e vërteta është viktima e parë. Pra tani kanë filluar që të plasohen në media dhe në analizën ndërkombëtare shumë teori të cilat kalojnë edhe në teori të konspiracionit, por se ceka edhe më herët, pa njerëzit e vetë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Izraeli, do të ishte shumë e vështirë që ta realizonin një operacion të tillë aq delikat, ku do të goditej kreu i shtetit iranian, pra lideri suprem iranian, dhe të eliminohet me një goditje, dhe përkundër faktit se izraelitët deklaruan se kanë sulmuar me 30 bomba apo me 30 raketa rezidencën e Ayatollahut, pra me një sulm të vetëm ata kanë arritur që ta mposhtin dhe ta eliminonin një nga figurat më të rëndësishme dhe figura kryesore të Iranit, posa ti po edhe figura tjera si ish presidenti iranian Ahmadinejad, po ashtu shefi i Gardës Revolucionare dhe ministri i mbrojtjes. Pra kemi një plan dhe një strategji të jashtëzakonshme që kanë përpiluar SHBA-t dhe Izraeli me qëllim që në goditjen e parë të eliminohet kokat udhëheqëse të regjimit iranian. Në fakt megjithatë ka pas mjaft shqetësime edhe në Shqipëri lidhur me një sulm të mundshëm ndaj opozitës iraniane e cila ndodhet në Durrës, në afërsitë të Durrësit. A mendoni që është një opsion i mundshëm pasur parasysh që të paktën raketat iraniane deri në Kipro kanë arritur? Po, dhe sipas disa burimeve të cilët merren me analizat e arsenalit ushtarak të
të Iranit, Teherani disponon raketa me rrezë veprimi deri në 2500 kilometra. Kështu që nëse shohim tani se Irani ka goditur Kiprën, nuk mund ta hedhin poshtë edhe idenë se edhe kampi i Mekut në Mandas, e cila është një opozitë e fuqishme që i ka bërë vazhdimisht ajatollave prej të vitit 1979, pra prej ardhes në pushtet të revolucionit islamik dhe deri më tani, ajo mund të jetë edhe një objektiv legjitim, siç e kanë quajtur iranianët dhe regjimi i ajatollahut, dhe në këtë mënyrë mendoj që Shqipëria duhet të përgatitet për të krijuar një strukturë emergjente në rast se ndodh një gjë e tillë, dhe duke marrë parasysh largësinë prej 2500 kilometrave, edhe raketat mund të kenë një devijim apo një lëvizje prej objektivit e cila mund të ketë pasoja edhe në jetën civile të qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë mënyrë shteti shqiptar duhet urgjentisht të marrë masa dhe mos të shikoj zhvillimet në lindjen e mesme vetëm si spektator, për shkak se dëshmë apo s'dëshmë Shqipëria është pjesë e frontit anti-regjim dhe anti-ajatollah të Iranit. Sa mundësi ka shteti shqiptar me kapacitete luftarake që ka që të bllokojë raketat iraniane? Po Shqipëria mendoj se si shtet nuk ka këto kapacitete, po duke qenë pjesë e NATO-s dhe aleancë strategjike Shteteve të Bashkuara, mendoj se duhet të kërkojë ndihmë apo dhe ekspertizë të tyre me qëllim që të përballojë një situatë që shpresojmë që mos vijë një situatë e tillë, por që duhet të përgatitemi, dhe Shqipëria duhet të jetë e përgatitur për të gjitha skenaret e mundshëm. Ajo që vlen të theksohet është fakti se për shembull këtu në Maqedoninë e Veriut mbrëmjen e gjeshme kishmi një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku krerët më të lartë të shtetit dhe krerët e shërbimeve sekrete dhe mbrojtjes u takuan për të diskutuar zhvillimet në lindjen e mesme dhe ndikimet e tyre që mund të kenë në Maqedoninë e Veriut, dhe deri më tani nuk kemi parë që një takim të tillë ka zhvilluar Shqipëria, dhe ekziston një dallim i madh për shkak se në Maqedoni nuk kemi të pozicionuar dhe nuk kemi të strehuar një organizatë opozitare siç është Meku. Dhe Shqipëria nuk ka bërë një gjë të tillë, që është një dobësi apo një lëshim i madh i institucioneve të sigurisë. Në fakt ka dhe një bazë ushtarake në Kosovë, baza e Bonsthellit. Mendoni që mund të jetë dhe Kosova target i raketave iraniane? Por siç ceka dhe më herët, Irani ka deklaruar se të gjithë bazat ushtarake amerikane dhe asetet e saj si dhe të Izraelit janë objekt legjitim i saj, por duke marrë parasysh largësinë dhe baza Bonsthellit amerikane në Kosovë, edhe pse është brenda rrezës së veprimit të raketave iraniane, si ceka edhe më herët, nuk mendoj se ekziston një rrezik i madh siç ekziston rreziku me bazën e Mekut në Shqipëri. Si e parashikoni vijimsinë e kësaj lufte dhe besoni që është një luftë që do përfundojë shpejt, apo tani vetëm sa ka filluar lufta dhe priten që shumë shtete të angazhohen ushtarakisht në luftë, dhe a ka ndonjë shtet që mund bëhet palë me Iranin? Po, nëse shohim zhvillimet e tanishme dhe ndikimet që ka lufta në lindjen e mesme, pra lufta mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, vetëm sa ka filluar të trondisë botën, kjo për shkakun të rëndësisë gjeopolitike që ka Irani, por më shumë të rëndësisë gjeoenergjetike që ka ajo. Sipas të dhënave të fundit, është ndalur çmimi i gazit në Evropë, është rritur me 50% pas sulmeve me dron iranian ndaj fushave të ndaj fushave të prodhimit të gazit në Katar, ku Katari zyrtarisht ka njoftuar se ka mbyllur procesin e prodhimit të gazit, ku Katari është vendi i tretë në botë për nga rezervat e naftës dhe prodhon 20% të prodhimit total botëror të gazit të lëngshëm, dhe kjo ka tronditur tregjet energjetike globale. Në anën tjetër kishmi edhe një sulm ndaj kompleksit të rast Tanar të kompanisë Armaco të Arabisë Saudite, e cila është rafineria më e madhe e prodhimit të naftës në lindjen e mesme, me një kapacitet prej 500.000 fuqi në ditë, pra një fuqi ka rreth 150 litra naftë, që tregon për fuqinë e saj energjetike. Po ashtu Izraeli ka njoftuar ndalimin e prodhimit të gazit të saj nga fusha Levantian në Mesdheun Lindor, pra bota po shkon drejt një krize të fuqishme energjetike, por nuk duhet të harrojmë edhe faktin se Irani njoftoi mbylljen e kanalit të Hormuzit, ku kalojnë 20% e gazit total botëror dhe 20 deri në 30% e naftës totale të botës. Pra bota po shkon drejt një krize të fuqishme energjetike, e cila do të vendosë një presion të jashtëzakonshëm tregjet e Evropës dhe ata
të Azisë dhe këtu ata nuk mund të qëndrojnë indiferent dhe besoj që do të rriten edhe presioni si ndaj Iranit, po ashtu edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës me qëllim gjetjen e një zgjidhje po ndaljen e kësaj lufte pasi kjo do të shkaktojë krizë të fuqishme ekonomike dhe recesion global. Ju e përmendet edhe Rusinë dhe Kinën dhe janë dy shtete të cilët janë edhe aleat strategjik të Iranit. Unë mund të them se Rusia është humbësja dhe fituesja e kësaj lufte, kurse Kina është vetëm humbësja. Po pse Rusia është edhe fituese dhe humbëse, kjo lidhet me faktin se 60% të eksporteve të Rusisë lidhet me burimet energjetike, pra të naftës dhe të gazit, dhe me rritjen e çmimit të naftës kjo do të rrisë edhe të ardhurat për buxhetin e Kremlinit, duke marrë parasysh nevojën e madhe për para si pasojë e luftës dhe invazionit të saj në Ukrainë. Në anën tjetër kemi Kinën, e cila është vetëm humbse për shkak se Kina është importuesi më i madh i naftës, i burimeve energjetike në botë, dhe rreth 1.3 deri 1.8 milion fuqi në ditë naftë kalojnë nga Irani drejt Kinës, dhe me mbylljen e kanalit të Hormuzit kjo gjë do të pamundsohet. Po në anën tjetër, në aspektin politik, Kina ka dashur të krijojë një botë multipolare dhe Irani ka qenë një nga asetet e saj më të rëndësishme për krijimin e një balance të fuqisë në lindjen e mesme me qëllim rivendosjen e fuqisë së saj dhe paksimin e dominimit dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Dhe nëse regjimi i ajatollahëve bie dhe në pushtet me shumë gjas mund vije djali Reza Pahlavit para rikthimi i monarkisë Pahlave, atëherë kjo për Kinën do të ishte një goditje e fuqishme edhe për projektin e saj një brez një rrugë ku pozita gjeografike si në qendër të Eurazisë së Iranit është jetike për suksesin e këtij projekti. Do të jemi një parë gjithë situatën se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, po parë dhe angazhimin ose po themi dyshimet e disa shteteve europiane që të mos përfshihen në luftë. Si e mendoni të ardhmen e regjimit iranian? Do kemi një ndryshim në regjimi apo do kemi thjesht po themi edhe një herë siç ishte edhe sulmet e para të Shtetit Bashkuar të Amerikës që thjesht ishin po themi luftime dhe pastaj përsëri regjimi mori atë forcat e veta dhe përsëri ngeli në pushtet. Po, nëse kujtojmë pak më herët pres konferencën që kishte sekretari amerikan i mbrojtjes, ai tha se qëllimi i sulmeve ajrore nuk është ndryshimi i regjimit dhe se regjimi tashmë ka ndryshuar dhe bota është më e sigurt. Pra, Shtetet e Bashkuara kanë filluar që ta interpretojnë vrasjen e Ayatollah Khomeneit si një fitore dhe një ndryshim regjimi, dhe duke marrë parasysh edhe faktet që ceka pak më herët ku presioni në tregun energjetik global vetëm se është duke rritur, duke se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë një alternativë apo një zgjidhje diplomatike dhe politike të kësaj çështje, në të cilën është interesuar edhe vetë Irani, duke marrë parasysh se fuqia ushtarake e Shteteve të Bashkuara është aq e madhe sa që ajo nuk mund t'i bëjë ballë, dhe kjo mund të çojë deri në shkatrimin e regjimit të ajatollahëve. Pra, kjo lufta e ajatollahëve është një luftë për ekzistencë, dhe nëse arrin deri në një marrëveshje, atëherë si regjimi do të dalë, qofse mund ta themi në thojza faqe bardhë me kësaj, po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se kjo luftë ka një ndikim shumë të fuqishëm në rajon, për shkak se qofse kjo luftë do të vazhdojë dhe Irani do të dezintegrohet, atëherë do të kemi një luftë tjetër shumë të madhe brenda rajonit të Mesdheut Lindor, duke marrë parasysh faktin e përbërjes etnike që ka Irani, ku 51% janë persian, kurse 49% ju takojnë etnive tjera si azerët, baluçët dhe kurdët, dhe kjo përbën edhe një kërcënim për të gjithë shtetet e tjera të rajonit. Dhe presioni që është duke i ardhur Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga aleatët e saj aziatik si Japonia dhe Koreja për shkak të mbylljes së kanalit të Hormuzit dhe aleatëve evropian, mendoj që shumë shpejt do të kemi një marrëveshje dhe regjimi iranian ndoshta do të shpëtojë, për shkak se pasi që ai arriti të mbijetoj vrasjes së Ali Khameneit, mendoj se do të qëndrojë në fuqi, duke marrë parasysh edhe faktin se është një regjim mbi 47 vjeçar, i cili është etabluar fuqishëm dhe ka në kontroll të fuqishëm mbi shoqërinë iraniane. Do të jemi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për mundësinë.